Poetika e veprës titrare të Ridvan Dibrës u titullua kështu konferenca shkencore organizuar nga Departamenti i Letërsisë i Fakultetit të Shkencave Shoqërore pranë Universitetit Luiq Gurakuqi. Në këtë aktivitet u trajtuan aspekte të rëndësishme të krijimtarisë së shkrimtarit Ridvan Dibra, një prej zërave më origjinal të letërsisë bashkëkohore shqipe. Vepra profesor Ridvan Dibrës është një univers në vete, ku absurdi dhe realiteti ndërthuren, ku ironia bëhet një mjet i thellë filozofik dhe ku fjala merr një peshë jashtëzakonshme në zbërthimin e njerëzit dhe shoqërisë. Qëllimi i kësaj konference është të nxjerrë në pa vlerat artistike të veprës letrare të këtij autori në kontekstin e letërsisë shqiptare. Sfidën e brezave. Shkrimtari Ridvan Dibra jep si një mesazh etern për të gjithë bitë që vrapojnë jashtë kopertinës së romanit. Veç shkrimtari Ridvan Dibra falenderoi organizatorët dhe studiuesit për vlerësimet dhe analizat e thelluara mbi veprën e tij letrare, duke theksuar rolin që ka universiteti në nxitjen e leximit dhe mendimit kritik. E gjithë vepra jam, në përshtim të ndoshta 2 veprave të para, është shkruar në mjediset fizike të universitetit. Unë jam prej atyre autorëve që nuk di me punu në shtëpi, për mua shtëpia është vend ku jetohet, ku përjetohet drama dhe nuk shkruhet. Në 2 sesione paralele, studiues dhe pedagog nga Shqipëria, Kosova dhe Malizi trajtuan tema që lidhen me figurën e shkrimtarit, strukturën postmoderne të romaneve të tij, raportin me mitin, psikologjinë e personazheve dhe eksperimentimin gjuhësor.